E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush gjërat më të fundit se çfarë na bën Eglita. Eglita ka paralajmëruar në Instagramin e saj, në grupin e hapur një mundësi për komunikim me ndjekësit, që shumë shpejt do të na sjellën në një balat, një këngë të bukur dashurie, një këngë që do të na pasiononte të gjithëve. Unë e di shumë bukur që ju keni nevojë të dini se çfarë tematike do të ketë kjo këngë. Po patjetër që tematik do ta ketë dashurinë, do ta ketë emocionin, do ta ketë atë sakrificën që një vajzë bën për një mashkull. Dhe pyetja e dytë që më së shumti bëhet, a do të jetë një balad bashkëpunim në këtë rast apo do të jetë një këngë solo? Unë mendoj që Egli nuk e ka momentin e saj më në jetë për të sjellur bashkëpunime. Mendoj që publiku dëshiron ta ndëgjon Eglin, publiku dëshiron të vlerëson këngën e saj dhe publiku dëshiron të vlerëson tematikën që Egli Tako është duke sjellur te kënga. Por mendoj që ka potencialin të bën diçka të bukur të vetën, ka potencialin të krijon një super këngë që do të mbetet në ëndër të gjithëve dhe do të jetë një këngëtare tepër e klikuar ashtu siç vazhdon të jetë. Në fakt ja dua energjinë që nëpërmjet energjisë Egli Tako po lufton në dy kënde dhe në këtë këndin e moderimit, por edhe në këtë këndin e këngëtares, por mendoj që publiku dëshiron që të vjen Egli. Unë e di që është një këngë shumë e bukur. Unë e di që është një këngë që të gjithëve do të na bën që ta duam, ta mbështesim, edhe ta duar trokasim, sepse kur i këndohet dashurisë, me patjetër që zemra tonë rreh dy herë. Unë besoj që nuk ka shqiptar që nuk ka dashuruar, nuk ka shqiptar që zemrën e tij nuk ja ka besuar një vajze dhe anasjelltas një vajzë një djalit. Jo të gjitha dashuritë përfundojnë me një fund të lumtur, kështu që mendoj që ja vlen të dëgjohet Egli, ja vlen të dëgjohet zëri i saj, ja vlen të dëgjohet kënga e saj dhe shumë shpejt në një kanal adresuar në emrin e saj, do të presim baladën më të re, një baladë që do t'i këndon dashurisë, një baladë që do t'i këndon dhimbjes edhe emocionit.